Për shkak se Apollo 13 pati një avari gjatë rrugës për në hënë, ajo nuk zbriti dot atje, por ndroi mision dhe misioni e saj vetëm ishte të kthehej në tokë. Ajo bëri një xhiro rrotullhënës dhe mori drejtimin për në tokë, por gjatë rrugës ajo kishte shumë avari të tjera. Një nga ato avari duhet e riparoi duke montuar një tub rrethor në një tub katror. Por atje nuk mund të gjesh çdo lloj vegle, çdo lloj pajisje që ta montosh këtë tub dhe NASA mlodhi inxhinierë në tokë, derdhi në tavolinë para tyre gjitha pajisjet, veglat që kishin ato në anije kozmike dhe u tha, gjeni metodën që të montojmë këtë tub te ky tubi tjetër katror, nga rrethi në katror, me pajisje që ka anija kozmike Apollo 13 atje. Ndryshe ato nuk do vinin dot në tokë. Dhe inxhinierët pas u morën e gjetën metodën dhe i dhanë udhëzime pasaj Apollo 13, atyre personave që ishin atje. Dhe ato bën të njëjtën gjë atje dhe ajo funksionoi dhe personat, njerëzit, astronautët erdhën në tokë. Kështu tash kam dhënë një problem se si të montoj kamerën tek mbajtësi i okularit të teleskopit, por jo të montoj thjesht, ajo bëhet, por duke patur edhe një okular këtu ke kjo. Edhe ky është një mision pak a shumë i pamundur për të gjej me këto vikra që kam, jo me të tjera. Është aparati kamera që përdoret, por duhet montuar këtu duke përdorur këto rrethot këto me filetohen në formën e duhur që të kemi dhe okularin dhe kamerën në të njëjtën kohë.